vlerësimit për të gjithë aplikantëve që kanë sjellë propozime që meritojnë ta kenë një shans. Kështu që nga 3 milion ne e kaluam në 6 milion euro. Nga ana tjetër, ne sot jemi këtu me një optimizëm besoj tërësisht justifikuar për faktin se në një vlerësim të kohëve të fundit, sistemi ynë i startupeve është klasifikuar i 4-ti për rritjen më të shpejtë në rang evropian. Patjetër që kjo rritje më e shpejtë është relative, sepse ne kemi nisur nga një bazë shumë e ulët kur ndërmorëm këtë rrugtim. Dhe ndërmorëm këtë rrugtim faktikisht në vitin 2022 me një shifër më modeste, vetëm 2 milion euro, dhe mësuam bashkarisht se si ta çojmë përpara ngritjen e këtij ekosistemi. Sot jemi në 6 milion, ambicia jon është që deri në fund të kësaj dekade, pra në 2030 të arrijmë në një kapacitet prej 20 milion eurosh për mbështetjen e startupeve. Natyrisht që kjo do të varet shumë nga cilësia e aplikimeve, do të varet shumë nga dinamika e mëtejshme e zgjerimit të ekosistemit, por ajo që ne kemi mësuar së fundmi është që ne duhet të jemi gati, plas qeveria, për të financuar deri në një volum prej 20 milion eurosh. Nga ana tjetër, Ministria preku çështjen e fondeve. Flas e krijimit të fondeve. Ne kemi bërë një hap që është një hap i hedhur për herë të parë nga një qeveri në Republikën e Shqipërisë, duke marrë pjesë në financimin e projektit të ri të Miramuratit, por besojmë shumë që të njëjtën gjë duhet bëjmë edhe me startupet tona, të cilat kalojnë në një fazë të dytë dhe ka nevojë për një mbështetje ekstra për tu zhvilluar pasi konfirmohen në fazën embrionale. Dhe këtë ne mund ta bëjmë pikërisht duke filluar me krijimin e fondeve të posaçme që i kemi parashikuar në legjislacion tani më, dhe që mund të krijohen me bashkëpunimin mes qeverisë dhe burimeve të tjera financiare që vijnë nga sipërmarrja apo që vijnë nga institucionet tjera financiare apo nga partnerë të vendit tonë. Do ta nisim këtë proces dhe besoj që vitin e ardhshëm do të kemi në dispozicion edhe këtë instrument për ata ndër ju që do të kenë kaluar me sukses fazën embrionale dhe kanë nevojë për të financuar më tutje për të zhvilluar projektin. Më thanë që djali që doli në video në fillim fare është një djalë që ka nisur pikërisht nga ky program, ka marrë një financim nga Startup Albania dhe sot ka 50.000 klientë në Shtetet e Bashkuara.
me një objektiv ambicios për të arritur në 500 milioni klient për atë çka nisi si një ide, u zhvillua si një bërthame vogël e një startupi dhe sot faktikisht është kthyer në një sipërmarrje të suksesshme. Dhe të tilla ka plot në këtë proces, ku ne sot kemi dyfishin e fituesve të vitit shkuar. Është me rëndësi patjetër edhe shpërndarja gjeografike,